Partia Demokratike para 2 vjetësh ka lobuar dhe ka paguar $30.000 për periudhën 6 mujore që përfundon në 30 qershor. Pra, nga 1 janari i vitit 2020 deri në qershor të 2020 s'ka paguar vetëm $30.000 për lobim. Kjo është shifër. Dhe ka edhe një pagesë tjetër, e cila është përsëri diku te $50.000. Pra këto janë gjitha në funksion të takimeve që bëhen me personazhe të rëndësisë veçantë, sepse nuk janë gjë tjetër. Di çfarë janë drejtan? Vën zbrazin barkun, shajnë Shqipërinë, shajnë qeverinë, shajnë institucion. Ky është lobimi që bëjnë këta. Si të fitojnë kredibilitet për të kthyer vëmendjen, jo korrupsioni, jo kjo, jo. Se këtu vetëm është ngritur një tymnaj, gënjeshtrash, këtu vetëm gënje sa do duash, shpif sa do duash, dhe është bërë mod, është bërë simbol kombëtar kjo. E di çfarë thot ai funksionari amerikan kur ti shan vendin tënd? Ai nuk krijon respekt. Ai nuk krijon. Por ti me lekë ma, lekë ti me. Shiko, një kongresmen e ka orën të caktuar. Kur një profesor i drejtës penale në Amerikë ka orën $500, llogarit tani që një kongresmen për të pritur këtë pjesë të lobimit, se nuk është se takon, ata caktojnë 10 personazhe dhe këto para ndahen mes 10 personazheve. Aha, do me thënë, kjo firma e lobimit shkon edhe i thot, zotëri, sa e ke orën ti për të dëgjuar? Patjetër. S'ka, nuk e bën dot këtë. Shiko ku është problemi tani. Problemi është që kjo, po ta shikosh listën, atë listën që ju nisa në WhatsApp, ta shikosh, nuk figuron. Figuron vetëm Lulzim Basha që ka bërë regjistrimin e fundit në shkurt të 2025-s. Dhe nuk ka deklaruar shifër. Por, aja avokati ka bërë aplikime, dhe kjo aplikimi është hedhur në sistem. Tani, ky formulari i cili kemi ne në xhiro sot, ky është formulari, nuk është kontrata. Kontrata është tjetër gjë, që ka fondacioni, por te formulari janë të shënuara dhe garantori dhe paguesi, dhe para interesuar. Pra, do t'jeni të vëmendshëm te kjo pikë, kjo nuk është hedhur në sistem. Ndoshta mund të jetë dorëzuar, por nuk është hedhur në sistemin e farës. Se fara do ta kishte publikuar. Tani edhe një diçka tani. Problemi është edhe diçka tjetër. Tani gjithmonë lidhet me kryekomisionerin e zgjedhjeve me Celibashin. Edhe fondacioni, në rast se do grumbulloj, domethënë për ta ndihmuar Partinë Demokratike për të bërë lobimin, dhe kanë grumbulluar një shumë caktuar. Bie fjala edhe në kufi, lere 6 milion që është marramendse dhe çmenduri kjo, po edhe po të jetë një $10.000 për person që do t'i grumbullojnë. Ligji thot që këta duhet i marrin këto dhe do t'i çojnë, domethënë do të fusin në llogarinë e Partisë Demokratike në një bank të nivelit të dytë, thot ligji. Dhe Partia Demokratike thot është detyruar ligjërisht të njoftojë menjëherë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që kanë një llogari bankare në filan bank me këtë numër dhe më kanë ardhur kaq. Domethënë duhet ta deklarojë Komisioni Qendror sa herë i vinë, në momentin që i vinë. Po tani a këta kanë xhiruar, kanë shkuar, domethënë për efekt lobimit $750.000. Nuk dihet si kanë shkuar e si kanë bërë. Atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë drejtim, menjëherë, jo vetëm duhet marrë kontratën, por është fazën verifikuese. Edhe këtë kërkesë ligjore duhet ta shikojë dhe duhet i thresi, domethënë menjëherë duhet bëjë mbledhje urgjente të Komisionit Qendror, ta thresi Partinë Demokratike dhe një situatë rregullt ligjore nuk kemi tani. Po dalë sa e ka firmuar $750.000. Nuk ka lidhje, nuk e bën dot tani, ai mund ta përdori atë fiks pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve dhe brenda 60 ditësh duhet ta paraqesë këtë. Por struktura se çfarë thot ligji, oti da jet 60 ditë pasi bën shpallja aty thot, pastaj thotë Iliriani dje. Pra duhet janë paguar $750.000. Tjetër gjë ajo, ai thot për këtë që është paguar. Shiko, më dëgjoj vetëm kaq. Këtë e bën vetëm struktura e posaçme. Në verifikimet që bën struktura e posaçme, se që tani është në pjesën e konstatimit të kësaj. Pra po bën verifikimet përkatëse. Në këtë moment do e thrasi Flamur Nokën. 100%. Flitet thot për këtë. Ai do thot po jo, po ne si kemi kaluar. Pra aty fillon tani problemi këtyre. Problemi fillon kur fillon verifikimi strukturë posaçme, që e ka filluar tashmë. O Mondi, dhe kjo futet edhe krimi zgjedhor, Mondi, jemi në zgjedhje.
Jemi në zgjedhje. Por jemi në një mendje tani për ta shpjegova këtë, e vetmja strukturë që mund të kapi këtë situatë dhe strukturë posaçme. Edhe njerë mund, zot sot, kur jenë në situatë zgjedhje, qeveria është Komisioni Qendror. Për partitë politike, për kontrollin e tjera, dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do furnizoj SPAK-un. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të drejtën me njerë të rreth forcën politike përkatëse me kontratën që i ranë dorë, qoftë edhe rastisht, qoftë edhe nga mediat, edhe i thot, kam të kontratë, si është e vërteta, më jep shpjegime, dhe shpjegimet duhet japësh të sakta se po i falsifikove. Nuk flasim për aty, ideja që jemi në një mendje të lutem. Shiko tani. Shiko, jemi në një mendje të lutem, vetëm më dëgjoj me vëmendje. Këtë problematikë që ne flasim sot që ekziston, si ekziston apo tjera, i vetëm institucion që ka tagrin të filloj direkt verifikimin e posaçme me strukturë posaçme dhe do thrasi firmëtarët dhe në këtë pikë ata e kanë bërë, po unë po them Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrim ligjor se jemi në proces zgjedhor, ka të bëjë me sa limin apo jo të zgjedhjeve me rregullshmërinë e tyre, me ndershmërinë e tyre. Okej, shiko, të njëjtën gjë duke thënë edhe Petraj. Veza po thotë që po një minutë. Është duke thënë që s'ka mekanizma KQZ-ja duhet t'ia çojë byros kombëtare të hetimit që të bëjë hetimin për këtë. Po ka auditët e vet, i paguajnë auditët, paguajnë taksa paguesit shqiptar, një numër të jashtëzakonshëm auditësh. Financieri i partisë do të shojmë. Ka financierin e partisë. Janë financierët më të zotë të Shqipërisë. Ka financierët e partive, financierët e partive janë ata të cilët duhet të dorëzojnë të gjitha faturat shpenzimet e fushatës, se prandaj është financieri një partie. Dhe ai është ka tagrin që të çojë dokumentacionin. Fondin nenin 24 që të thashun, lexoj çfarë thotë, çfarë bën auditët. Vjen më përpara, më bëjnë verifikime ata. Ata sa marrin. Okej, se nuk jam monitorim para. Para raport përfundimtar, para. Okej. Shiko, nuk jam gjykatës që ta ndaj me gjitha të është pak e rëndësishme. Gjithsesi e vërteta është që duhej një lloj qëndrimi i KQZ-s përveç këtij qëndrimi hemafrot ditë që ka mbajtur Celibashi, i cili është mjeshtër për mos me thënë asgjë, por një lloj qëndrimi duhej se janë 6 milion. Shikon, neve e thashë në fillim të emisionit, na janë bërë veshët 50 milion aty, 20 milion këtu, 100 milion aty. Duke të gjuar nga 1 miliard, 20 milion kilometri. Po pra, 1 milion kilometri, 20 milion kilometri. Jo, 20 milion kilometri. Po pra, edhe themi, ama 6 milion janë, po 6 milion në fakt në botë janë shumë. 6 milion në Shqipëri, në këtë popull, është një krim i jashtëzakonshëm, sepse Berisha nuk është Skënderbeu. Edhe të mendosh tani që të luftoj një forcë politike të marri komplet për të faktoj pjesën e për brenda 2 vjet asnjë, kjo është kontrata më e madhe, 2 vjeçare. E di çfarë thot për 2 vjet? 250.000 në muaj, mos ke që thua më tepër. Është më e madhe. Është kontrata më e madhe që është bërë ndonjëherë. Po ta shikosh, kontratat kanë qenë 3 mujore, 6 mujore. Edhe me shifra 30.000, 50.000. E di që jemi duke folur, një kompani e madhe në Shqipëri e ka të pamundur të realizoj $3 milion fitim. Sepse të realizoj $3 milion fitim duhet të bëj normalisht një 30 milion euro xhiro. Ja, mund të bëj edhe më tepër. Jo, po duhet të bëj që dhe norma e fitimit nuk është sot, 4 me 5% është norma e fitimit. Po pra, po, duhet të bëj, unë u tregova tolerant, duhet të bëj minimalisht 30 milion, pastaj po të futim taksat e njërin tjetër, dalim aty ku theti të 45 milion shi e 50 milion shi. Pra, jemi në një situatë alucinante.